Para disa ditësh kanë përfunduar gërbimet në amfiteatrin e Durrësit, realizuar nga Instituti Arkeologjik i Tiranës, të drejtuar nga arkeologja doktoresh Elvana Metalla, si dhe nga Universiteti i Kjetit Pescara, Itali, të drejtuar nga profesor Sonja Antonelli dhe Chiara Casolina, ashtu si dhe çdo vit. Ky projekt ndjek aktivitetin e saj në një bashkëpunim me studentëve shqiptar nga Universiteti i Tiranës dhe student nga Universiteti i Kjetit Itali. Gërmimet janë përqendruar në pjesën jugore të monumentit, pikërisht në galerinë tashmë të sapo zbuluar. Sipas arkeologëve, gërmimet e zhvilluara kanë arritur deri në fazën e hershme të banimit të amfiteatrit në mesjet, duke zbuluar një zonë funerare të madhe dhe të organizuar mirë. Kemi të bëjmë me varreza fëmijësh si të rriturish. Punimet kanë zgjatur rreth 3 javë dhe do të vijojnë edhe në vitet pasardhëse. Për këto punime, një interes të veçantë dhe kujdes ka treguar dhe ambasada italiane. Gërmimet e para për rizbulimin e amfiteatrit ka nisur në drejtimin e babait të arkeologjisë durrësake Vangel Toçi në maj të vitit 1966. Ato nisën fillimisht në shtëpinë e familjes Simaku dhe vazhdojnë ende sot e kësaj dite. Sot monumenti ka të dukshëm mbidhen në tokë vetëm 1/3 e tij. Pjesa tjetër është ende e pazbuluar. Studimet e deri tanishme bëjnë të ditur se amfiteatri i Durrësit është me siguri struktura më e madhe ndërtuar ndonjëherë në Durrës. As veprat moderne si stadiumi Niko Dovana apo pallati i sportit Ramazaniala nuk e afrojnë kompleksitetit të kësaj vepre. Ajo ishte fjala e fundit e teknologjisë së kohës kur u ndërtua, me kosto të cilat do të ishin krejtësisht e pamundura edhe sot të kësaj dite për qytetin e Durrësit.